Policia e Tetovës ka arritur të arrestojë autorin e rastit makabër, ku plagosi 11 persona duke lënë të vdekur një 21 vjeçar nga fshati Poroj. Incidenti makabër ndodhi mbrëm në orën 22:05, ku personi tashmë i njohur për policinë e Tetovës ka hyrë në lokalin Barkod, që gjendet në rrugën Dervish Cara, dhe pas kacafytjes ka nxjerrë armën Kalashnikov dhe ka vrarë 21 vjeçarin dhe ka plagosur 11 persona të tjerë që kanë qenë në lokal. Jo zyrtarisht merret vesh që djali i liderit të PD-s-së Mendu Thaçi është njëri prej të lënduarve në masakrën e djeshme që ndodhi në Tetovë. Policia e Tetovës ka arritur që të arrestojë autorin e rastit makabër që ndodhi mbrëm në Tetovë përpara një kafeneje që ndodhet në qendër të qytetit. Autori i kësaj ngjarje që tronditi jo vetëm Tetovën, por tërë opinionin vendas gjatë sulmit realizuar plagosi 11 persona duke lënë të vdekur 21 vjeçarin Altrim Kasami nga fshati Poroj. I dyshuari i kësaj ngjarje që tronditi jo vetëm Tetovën, por tërë opinionin vendas gjatë sulmit realizuar plagosi 11 persona duke lënë të vdekur 21 vjeçarin Altrim Kasami nga fshati Poroj. Autori i ngjarjes makabre për momentin është duke u hospitalizuar në klinikën e Tetovës pasi ka marrë lëndime në krahëror dhe është jashtë rrezikut për jetën. Varianti zyrtar i sektorit të punëve të brendshme Tetovë flet se mbrëm rreth orës 22 në lokalin Barkod që gjendet në qendër të Tetovës ka ndodhur një incident i armatosur me çrast u plagosën 11 persona, në mesin e të cilëve edhe kalimtar të rastit, të cilët janë dërguar për kurim në Spitalin Klinik të Tetovës, por edhe në klinikat e Shkupit. 22 часот во угостителскиот објект Баркод во Тетово, собственост на двајца тетовци на возраст од 36 и 39 години, се случила вооружена престрелка во која вкупно повредени се 11 лица, а кои од случајни минувачи биле пренесени во Тетовската клиничка болница или на Скопските клиники. Во престрелката смртни повреди со огнено оружје во стомакот и градите задобило 22 годишно момче од Порој, кое по укажаната помош во Тетовската клиничка болница на пат за Скопската болница Систина им подлегнало на повредите, односно починало, и врз чие тело по наредба на јавен обвинител ќе биде извршена обдукција. За кусо време, едно од лицата за кое секторот за внатрешни работи Тетово располага со сознанија дека непосредно било инволвирано во престрелката е обезбедено, а по едно лице распишана е потрага. Ndërkaq variantin zyrtar të Spitalit të Tetovës e ka dhënë udhëheci i repartit të kirurgjisë Ylber Besimi. Në Spitalin Klinik të Tetovës janë paraqitur gjithsej 11 persona të lënduara, nga të cilët 6 ishin me lëndime nga armë zjarri, ndërsa 5 me lëndime të tjera trupore. Nga ata me armë zjarri, 4 u përcollën në qendrën urgjente në Shkup, ndërsa 2 pas intervenimit kirurgjik këtu në Spitalin Klinik të Tetovës u lëshuan për kurim shtëpiak në për shtëpijat e vetë. Nga ata që u përcollën në Spitalin Klinik të Shkupit, njëri për fat keq që ndëroi jetë në klinikën universitare në Shkup, ndërsa të tjerët janë në gjendje të mirë shëndetësore jashtë rrezikut të jetës pas intervenimeve kirurgjike, nga informata që kemi nga kolegët tanë në qendrën universitare në Shkup. Prokurori publik dhe ekipet e stacionit policor kanë bërë ekspertizë në vendin e ngjarjes, me çrast kanë gjetur dhe marrë të gjitha gjurmët të cilat kanë ndihmuar edhe në kapjen e të dyshuarit kryesor të kësaj ngjarjeje.